qakuri, tak pushtet në Shut Bajraki. Unë jam I bindur që tonë e din që nuk shohim në barak. Po du më kthy te aleanca e opozitare ndërmjet aleancës për Administrimin e Kosovës, vetëvendosjes, nismës, ka qenë një kohë te cila zotën po ju përmendet shpesh. Kur e keni mbrojt bashkë edhe me Recep Selimin, si ligjendet në Hag, edhe me Zotrin Ramush Haradinaj, me trupat ju, Zotrin Kurti, në kauzat opozitare. A je pishmon sot? Jo, absolut, ato e në konë në mëj kauzat drejta. Edhe jam I bindur. A ka qenë personi duhur I drejt? Sa ta përden? Në atë kohë nuk u konë elementi kryesor. Ishte një prej. Kemi të qartë kur po flasë. Për po thonë atë kohës, ky ishte një prej njerëzve që ishte në krye të asaj rezistencës opozitare për quj. Se kishte edhe emra tjerë, ju I përmenet. Dhe në momentin kur ka ndodhur një darkë në Vogjan, në Vogjan nuk një takim I madh, dhe një mundësi një bashkimit madh, aty aleanca nuk ka pas as kërkes, as pengesë. Që Zotri Kurti ka dorë pengesë edhe kërkes vetës. Tashti unë nuk u marr pjesë, po legjendat edhe thashë thonë, tash po thonë, përderisa s'ku marr pjesë, po thonë thashë thonë, atë ka pas një konflikt tashpër mes njerëzve veves. Te në gjuhë banale, sa që në farforme aty gjithçka ka përfundu si histori e bashkëpunimit opozitar. Edhe ne nuk jemi prish për kauzat, po thëmë edhe njerë, prap kauzat I kem pas përbashkëta, prap menoj që qaj protestim edhe qaj reagim I ka nalë disa tendenca për me kriju asociacionin shpejt me sy mshet. Ka arrit me marrë një marrëveshje mes dy presidentëve të ratifikum në Parlamentin e Kosovës se I pash do analistat meqëm që po bëhen. Në momentin që votohet në sen. A jenë shtym te Zotrit Kurti ishte analista që me shpjegu ta qëtë narrative ata e din, edhe unë e di që e din, që kur votohet në Parlamentin e Kosovës, është legj. Dhe me thënë, edhe e di që e din, po munohen me deviju ka pak. Ata e din që kufini real, sot e kësaj dite, pikat kontrolu se jënë që aty ku kemë thonë na. E di që në shesh nuk e din. Sa që javnin për, ta s'dina shka në me thonë kufini dhe markimi me Malzi. Po nëse s'pritojnë aja le të hypin kjerë, le të shkojnë dhe në rrugov. Le të shkojnë dhe një shtetem, le të shkojnë dhe në maje karshit madhë, karshit vogël, qafë Resolis, qafë kuqe, të bjeshka Kralanit, le të shojnë vorët e Kralanit dhe ranin në qafën e hajlës. Le të më thojnë ku është kufini. Qysh I përgjigjesh që në Kuvend Kosovës është thonë qakuri, tak pushtet në Shut Bajraki. Unë jam I bindur që tonë e din që nuk shohim në barak. Edhe është lajm I mirë, duhet mes kësaj, duhet me ditë edhe shqiptarët, nuk është shteti Malazes armik me ne. Është për shteteve të para që ka njohur Republikën e Kosovës, është antar I NATO-s. Para punës është të dy sene duhet me I kuptu drejt. E dyta, kufini dhe markimi nuk u bo pej neve. Bo pej dikuj tjetër. Është kundërshtu pej neve. Se këta njerëzit ku kanë qef me besu opcionin e vetë. Po realitetin duhet me e kuptu. Pastaj, dera një sas përfundon marrëveshje. S'ka demarkim. Henderson qitë S'ka gurë të mesës. demarkim, ta po harrojnë marrë, nuk edhe di që e din. Po hajta dëmtojnë politikisht Ramush Haradinajn, e godasin do me thonë në qëtë pikë. Okej, pa, ka demarkim me Malzia? S'ka. Kush do që jeton në Kosovë edhe në që s'ka? Nuk kemi demarkim me Serbi. Nuk kemi demarkim me Shqipni. I vetmi shtet që kemi demarkim është me Maqedoni. Po e di që njerëz demarkim nën kupton me ngull gurt, me qit pikat, me in kadastër prona anaj, prona knaj. Domethënë akoma nuk e kemi. Nuk mundet më bë demarkimi pa respektu marrëveshja dy presidentëve e kthyme në ligj të Kosovës. Është votuar në parlament me 80+ një vot.